Vështirësitë ekonomike të qytetarëve shqiptar i kanë detyruar që ushqimet e shportës ndër vitet i marrin borxh në dyqane. Ky fenomen është më i pranishëm në fshatrat ku bizneset e shitjes së produkteve të konsumit të përditshëm janë përballur vazhdimisht me vështirësi ekonomike, pasi kanë dhënë produkte borxh për bashkëfshatarët. Yunus Mjeshtri nga fshati Çerçeni Poshtëm në njësinë administrative Gjorit të Bulqizës thotë se në listat e borxheve ka banorë që kanë marrë produkte që prej vitit 2020, duke i llogaritur në total për këto 25 vite. Yunusi na tregon se shuma totale që i kanë marrë borxh shkon në rreth 8 milion lekë të rinj apo 80 milion lekë të vjetra. Sipërmarrësi Yunus Mjeshtri tregon se shumica atyre që i kanë borxh janë larguar, duke bërë që të humbë shpresat për të mbledhur borxhin që ju kanë. Faktikisht, pendymin fillon hikën një pjesë. Me ne fillon më shumë, u s'poston për çështje ekonomike se s'kishin ku të hashin, ku të punoshin. Mirëqenje s'dhan to. Në s'palën mirëqenjen më të mirë, në hikën kurbet. Me listë as si mbledh ma. Nuk mblidhen. Mos e diskuto. S'mblidhen se kanë hikë. Ku ti mos? Ose këto si janë, ku ti morin? Skimi. 80 milion. As nuk merren ma. Ku ti qojnë? Kanë hikë. E pjesë janë këto, thot, t'i japim. Thonë se si japim. Kur t'kimi? Nga ana tjetër, Yunusi thotë se është drejt mbylljes së aktivitetit të tij për shkak se jo vetëm janë larguar njerëzit, por edhe sepse nuk mund të mbledh borxhet që i kanë prej vitit 2000. Faktikisht, unë jam një pensionist ku më dalë ka 2 vjet. Gradualisht si dem shelësës, 3 shtëpi kam me. Tu ka janë 100 shtëpi, janë shtëpi ka sa dush, njerëz s'ka. 3 familje kemi me tu. 3 familje në këto janë këtë pensionista. S'ka atjerë. Drejt skatimit ajo, 2.000 lekë, 3.000 lekë gjiro, në ditë, se ale dritat, jo taksat.